Thot pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam që këtë transmetu Aisha radhiyallahu anha, hadithin që ka nxjerrë Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thënë alaihi salatu wasalam: "Ma min yawmin akthara min an yu'tiqa Allahu fihi 'abdan min an-nar min yawmi Arafata wa innahu la yajnu thumma yubahi bihim al-malaikata fayaqulu ma arada haula'i." Thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, s'ka dit që Allahu i liron robt e vet, që Allahu i liron robt e vet më shumë nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit. A ka në ditë e madhe, ditë e vogël? Nuk ka ditë që lirohen njerëzit nga zjarri i xhenemit si dita e Arafatit që është nesër. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, afrohet Allahu me këta njerëz dhe krenohet para melaqeve. Krenohet, shiko fa rob kam kanë arë për kitë qosheve dunjajës. Por çfarë? Dhe shikone, as ka deti, as ka uj, as ka zbukurime, as kur gjo nuk ka. Për që kanë arë këto? Për këtë asyje, përsi që s'ka kur gjo ati qka me lip, Allahu gjelë thot, ma arade haula, qka kanë këto? Qka lipin këto? Pro, qka lip se këto njeri s'ka kur gjo qka me lip? Për këtë asyje, Allahu gjelë ka bo këtë ditën ku ne e kujtojmë pse ram në azap dhe cila e ngrit azapin. Azapin e ka pru gjunahi, e ngritin e azapit e ban istighfari. Andaj dita Arafatit do dita e lutjes. Neve këtu që ka si në Arafat, në haq, na preferohet me agjuru dhe mu lutë si agjia. Aje ka atje se ka të preferume me agjuru, pa e ka të preferume me veç me u lutë. Bile e ka të preferume me ngji drekën me i kindi, që veç të i përkushtohet lutjes. Po cila e përbashkëta mes agjërimi dhe ihramit? Aja gje ka ihram, na këtu kena agjërim. Aja tje ka lutje dhe na kena lutje. Lutja është generale përbashkët, dërsa na sënuna me një ihram, sënin një ihram. Po pasi që sënin një ihram, hin agjërim. Aja hek teshat, ti hek bukën, për ti të regu Allahu subhanahu wa ta'ala se ajo e cila neve na prunin që këtë deregjit të keqe dunjajës ishte gjunahi, veshja. Tu dash me esinua qka nuk a e jotja, mu zbukuru ma qka nuk përket mu zbukuru e, dhe tu dash me hangër atë qka su dash me hangër. E qka i thojnë në Allah me agjërim? Që o zot speha, as halalin mu speha, veç falma atë që e bona haram. E haqiju qka i thot, o zot edhe teshat i kumlan, këta e kam sa mu mluë, mu së mdu këtë avreti, edhe teshat i kumlan, veç falem o zot, veç falem o zot. Për këta sytë të ndërrua gjëmatli, dita Arafatit është ditë e madhe. Atë ditë Allahu i liron njerëzit për gjenemit. Njerëzit sot këshiri me gjithë mi ven me klim, se thot shumë nëzat, apo vera e nëzja ka njës. Kjo sa po mrinë, ale sa ka me mrije? Në me kanë 45, këtu 35, 30. Po kjo dërejgja 35, 40, 50, apo mundin më rrit. Sa mund më rrit dënë gjenem? Sa mund më rrit kjo? 40, u dogjëm, me e bo 100 Allahu gjele gjelalu, me e bo 200, me e bo 500, qka jesim na? Për këtë asyje lutë Allah me kliru pi zarmit, se ne durojnë a zarmit. Zarmi o Iran. Andaj dita Arafatit neve na kujton se sebeb gjunahit e ram në këtë dërejgje, dhe ajo që ka në largon neve është lutja. Pra simboli ma i madh i ditës Arafatit cila? Lutja. Lutë Allah subhanahu wa ta'ala. Kreta gjëra që ti i gëzon këtë dunja janë me lutjen e dikujna. Ti edhe menqurien që ka e kije ka mundësi ka bërë dua dikush kur ke lind, ka thënë o Zot banet meqëm. Apo edhe pasuri ka mundësi që ka e kije ti kujton ani ti punon e lëviz këtë regull, po ka mundësi dikush ka bërë dua, ka thënë o Zot jabe veç ti pasuri, Allah ka bërë kabul. Ti thu kun fitu valla, nese ti se dijat që ka bërë dua. Andaj ka thënë dietar që ka përmeni Ibn Hazmi, krejt vlera që ka i kiti fizike dhe që ka nuk shien, që ka nuk prejken me dorë, të gjitha janë sebeb i duajës. Andaj dita Arafatit ta për bashku si kitë vlerave, se ajo duaja, me dua mund është mu bo gjeni, me dua mund është mu bo miliarder, me dua mund është mu bo ma shumë se ka, cile gjenetli. Për këtë asyje dita Arafatit neve që fa në mëson? Dita Arafatit neve të ndërruar që Madina mëson se
ne në këtë dunja kemi zbrit se bepi gjunahit dhe ngrisim këtë azab me istighfar, ajo që ka i shlyem gjurmët e gjunahit.